Kryeministri Edi Rama ishte këtë të hënë i pranishëm në Kamës, ku inspektoi nga afër parkun e ri të ndërtuar në liçenin e Paskuqanit. Gjatë fjalës së tij, Rama vlerësoi kontributin e Bashkisë së Kamës në këtë projekt për një aset të shtuar të gjelbër që do i bashkohet kryeqytetit, ndërsa i konsideroi atë edhe si një oazë për zhvillimin e sporteve të ndryshme në natyrë. Vazhdon puna intensive për një transformim që nuk ndalet. Edhe ky park është duke nisur të marrë një formë që mjafton të imagjinosh se si do të rritet kurora e pemëve në disa vite që vijnë për të kuptuar që falë Kryetarët Bashkisë me mbështetjen e Fondit Shqiptar të Zhvillimit, një aset i gjelbër i paqëmueshëm i jepet kryeqytetit nga Kamza. Nga Kamza. Si u keni qartë. Dhe ku sheh këtë transformim, të vjen keq se si koditën edhe u vlerësuan në të kaluarën asete po kaq të vlefshme si liçeni Parkës apo liçeni Prapë, përpara se sa ato territore të mund të futeshin në një administrim racional. Gjithsesi, mësojmë nga Kamza dhe ecim në shëmbullin e Kamzës. Kryebashkiaku Rakip Suli prezantoi të gjithë projektin e përfunduar, ndërsa vendosi theksin edhe tek planifikimi urban. Sipas tij, në zonat private që përfshin pjesën rreth e qark parkut, ndërtimet nuk do të jenë më shumë se 3 kate të larta. Pjesën private kemi menduar vetëm 2 dhe 3 katë ndërtim, kjo zonë këtu. Dhe kemi pas goxha kërkesa, ku të ndërtohet gjitha pjesë zonë me vila. Parku i Paskuqanit është pjesë e Bashkisë së Kamzës, i shtrirë prej 84 hektarësh dhe përfshin këndë lojrash, një mol si dhe një amfiteatër.